Agjëruesi a lejohet të jap gjak? Ndërkohë që është agjërueshëm, e prish agjërimin dhënia e gjakut? T'i japi ai apo t'i jepet atij? Apo të dyja bashkë? Okej. Agjëruesi mund t'i japi gjak. Mirë po, preferohet dhe këshillohet që gjakun t'a japi mas akşamit, natën. Përveç se në rastet nevojshme dhe emergjente lejohet që t'a japi duke qenë agjërueshëm. Po në këtë rast a prishet agjërimi i tij? Nëse ai nuk duron dhe ka të domosdoshme prishin lejohet sepse bëhet fjalë për jetë njerëzish. Nuk ka problem. Mirë, po nëse ai thotë unë jap gjak dhe vazhdon, është në rregull, është i fortë, agjërimi i tij është i saktë. Marrja e gjakut për agjëruesin. Marrja e gjakut për agjëruesin e prish agjërimin. Pse? Sepse agjërimi sepse gjaku është ushqim. Për këtë arsye, pra është forcim. Pra është njësoj si puna e injeksioneve. Injeksionet janë dy llojesh, injeksionet që janë krejtësisht ilaçe ose ka diçka prej serumit, por nuk është qëllim serumi, por është qëllim ilaçi, siç ndodh me antibiotikët e fortë, që jepet në damar, por nuk është për qëllim serumi, është për qëllim antibiotiku ose ai ilaçi i fortë, po jepet me serum në mënyrë që të lehtësohet marrja e tij në damar. Në këtë rast nuk prishet. Ndërsa marrja e serumit si ushqys, qoftë ai i ëmbël apo i kripur, në këtë rast prishet sepse ai jep forcë trupit dhe forcon trupin e njeriu.